Neve e dim pse Ola nuk është se e ktheu dedikimin mbrapsht brenda asaj videos. Sepse kishte një surprizë për ne. Ne kishim planifikuar që ti do ishe në Goca dhe Gra. Dhe ajo ka dërguar për ty një letër që do ta qaj tani Rozana. Me gjithë në ka? Pa. Ora, do filloj do qaj unë tani. Do qajmë në kor. Ja, do ta fillojmë nëse kemi gati një vajzë që e kemi marrë sot dhe na ka nderuar me prezencën e saj. Jona, mund të fillosh e dashur. Jona Delia. SpongeBobi im i bukur ti, shpirt. Së pari ta dish që nuk jam xheloze që tani ndodhesh aty si veshka në mes të dhjamit. Të gjitha ato gocat që janë në krateje, i dua fort dhe i respektoj për forcën që kanë treguar se kanë në jetë. Sa për ne të dy tani, Zoti na pas ka dashur shumë, o shpirti im ti. Pamparësisht të vuajtjeve të mëdha që të dy kemi kaluar në jetët tona, ai na bashkoi për të na shëruar më në fund, e për të na bërë të dashurohemi si të ishim adoleshent, si asnjëherë më parë. Je ti një dritë dielli në jetën time. Me ty në krah, unë tani nuk kam më frikë nga asgjë. Buzëqeshja jote e skalitur në portretin tënd, edhe atëherë kur zemra e shpirtit u lëras nga dhimbja, arrin të depërtoj thellë tek unë. Ishte ngjitse. Ti Endri, më mësove se buzëqeshja është çelësi i çdo gjëje. Më mësove se gjithnjë ka shpresë. Më mësove se pas çdo rrëzimi, ringritja është më e fortë kur ka buzëqeshje dhe optimizëm. Dashuri dhe mbi të gjitha besnikëri. Askush në këtë botë nuk të njeh si unë, dhe ndaj të falenderoj për këtë që je. Faleminderit për kujdesin që tregon ndaj meje dhe fëmijëve tanë. Jam gruaja më me fat në botë. Nervat mi ngre shumë. Mi ngre shumë shpesh, po. Dhe as vetë se kuptoj se si ja del të më bësh të qesh me njëherë më pas. Duhet ta shikoj me kujdes këtë punë, thot. Faleminderit Endri për dashurinë tënde. Faleminderit që ekziston. Të dua sot e gjithmonë. E jotja, Olka. PS. Faleminderit dashurin. S'ka marron? Jo. Jo e fundit godet. S'ka marron akoma. Në fund fare thot, hajde më merr tani se dhe unë mbarova emisionin tim live. Dhe ka dhe diçka tjetër. Dhe hidhi qokën gocave. Për dasë, shkëm në dasë. Endri të emocionoj shumë, apo jo? Po, vërdet, emocionohesh nga... Nuk e prisja këtë mesazhin e saj, këtë letër. Po pse nuk e prisje? Ti ja ke shprehur në një farë mënyrë dashuri në këngë. Jo, ajo ishte në emision. Ajo gjeti rastin të dashuri. Do ketë kohë që të shkruaj këtë letër kaq të bukur që kishte shkruar, dhe që e ciceroi kaq bukur Rozanka këtu e bukur. Rozanka na e bëri më bukur. Jona jon simpatike që na njeriu që do ka gjithmonë po. Endri e flet shumë shpesh për marrëdhënien tuaj me Stefin, edhe pak më parë the që jam si një njeri pa zemër. Po Stefi si ka qenë gjithë këto vite për ty? Si një big brother? Stefi ka qenë një baba për mua, një koleg, një vëlla, pa ndarë asnjëherë. Çdo mëngjes, drek, darkë, udhëtim i bëjmë bashk, puna jonë është shumë edhe jashtë vendit, udhëtime pafund, jemi dy njerëz të pandar asnjëherë, grindemi, bëhemi po patjetër ka dhe me shumicën e rasteve të ngritjeve kemi kur performojmë live. Për në një akord muzikor, për në një radhë këngë, kupton ti se ne jemi shumë profesionistë dhe në momente ka njeriu që do bëjmë këtë këngë tani, jo do bëjmë këtë, po kupton ti gjëra. Po se është pak më i kontrolluar, Stefi, do pak më rregull, ti je më instinktiv kur e performon. Po, është një vëlla i madh, është ai vëllai im i jetës, i përjetshëm, baba im, e gjithçka për mua. Ndalojmë pak këtu te babai, folëm pak. Endri, ne përveç se jemi miq, koleg, unë kam patur fatin t'ju intervistoj të dyve, ju kam patur në studio dhe kam dëgjuar historinë e jetës tuaj. Shpesh ke folur për babain, për mungesën që ai ka krijuar në jetën tuaj. E ke falur? Po, përderisa unë fal çdo njeri në jetë. Çdo njeri. Tani ajo jeta kështu ishte, atëherë ishte, mos harrojmë se ishte tjetër, ishte komunizëm.
dhe rregullat në atë kohë ishin, domethënë unë baba s'kam parë asnjëherë, përveç se në rrugë. Edhe mamaja jo nuk donte, domethënë, që ishte tjetër sistem atëherë. Im vlla ka qenë 4 vjeç kur është ndarë. Kështu ishte jeta. Ai ka tentuar kur jeni parë në rrugë kur ishte të vegjël po, pastaj kur kaluan shumë vite, kur erdhëm më njëherë, i shkuam edhe në një dasmë të Imbeske në Ersek. Shkuam edhe aty, aty morëm kënduam në 20 minuta, qavi tër fisi, jo sikur ishte në dasmë, po sikur ishte në shumë emocione të mëdha. Do donim ta takonim, po kaluan shumë vite, dhe ai s'kishte më forcë për të na thirrur më. Neve s'kishim edhe mamaja vdiq herë, domethënë nuk e takuam desa jetonte, kështu që nuk mund ta takonim. Kështu ndodhi, kështu ishte ajo jeta domethënë. Ishim largësia, larg. E ke falur? Të falur janë të gjithë. Të falur janë të gjithë. Patjetër. Bravo. Sa e bukur kjo. Endri, po marrëdhënia me djalin është si është tani? Kam dy djem tonë. Unë e di që ke dy djem. Simone dhe Vasilone. Ndërkohë djalin e vogël dikur patë probleme për ta parë, nuk e shikoje. Shumë vështirësi e madhe, shumë mall i madh. Ku jeni tani? Tani e takova më në fund, më erdhi vetë se kishte marrë mallin. Pas sa kohësh? Pra 4 muajsh. E ke takuar mbas sa kohësh djalin? Sa kohë kishe pa e parë? Afërsisht 3 vjet. Erdhi vet. Po më erdhi, tha, bam ka marrë mallin, çfarë miku truri fare më. Çfarë këtu më jau tash, ja tregonja Stefanit ose Olkës orësh, shikoj mirë të s'po më bën syti dhe shoh. Edhe merri me za shokën në restoranti, u kënaqëm. Sa vjeç është? 17, afër 18 tani. Edhe tani kemi marrëdhënie shumë të mirë. Kalove ajo vështirësia. Më bëhet shumë shefi që jeni bashkuar prapë. Faleminderit. Jo, po mendoja sa mirë. Jo, po mendoja sa gjë e bukur se kujtimet e fëmijërisë sido që të jetë jeta, nuk fal kërkën, gjithve na vjen ashtu me të papritura gjithmonë të bukura, por kujtimet e bukura duhet mbeten, qoftë për fëmijët e tu.